Imagjinoni një njeri që ka lindur në një botë ku Evropa ende sundohej nga mbretër absolut. Ku Amerika nuk ishte ende një fuqi botërore, ku asnjë makinë nuk ishte kaluar rrugëve dhe ku fjala teknologji nuk ekzistonte si koncept. Imagjinoni një njeri që ka parë lindjen dhe rënjen e perandorive, që ka jetuar para revolucionit industrial, para Napoleonit, para shpikjes së trenit, para telefonit, para elektricitetit, para aeroplanit, dhe që megjithatë ka jetuar mjaftueshëm për të parë shekullin 20. Imagjinoni një njeri që ka kaluar një jetë të tërë, pastaj edhe një tjetër dhe edhe një tjetër. Ndërsa breza të tërë njerëzish kanë lindur, janë plakur dhe kanë vdekur përreth tij. Një njeri që pretendonte se kishte jetuar mbi 250 vjet. Dhe që nuk e shihte këtë si mrekulli, por si rezultat të një mënyre jetese që njerëzit e tjerë e kishin harruar. Jo nuk është një legjendë orientale, nuk është një mit fetar, nuk është as një histori popullore e transmetuar gojë më gojë. Kjo është historia e një njeriu real, për të cilin ekzistojnë dokumente zyrtare shtetërore, raporte akademike dhe artikuj gazetash ndërkombëtare. Emri i tij ishte Li Qingyan dhe historia e tij është një nga enigmat më të mëdha që ka njohur ndonjëherë njerëzimi. Nëse ajo që thuhet për të është e vërtetë, atëherë shkenca moderne e plakjes bie. Biologjia njerëzore duhet të rishikuar. Kufit e jetës, ashtu siç i njohim sot, thjesht nuk ekzistojnë. Por nëse nuk është e vërtetë, atëherë kemi përpara një nga rastet më të çuditshme, ku dokumentet zyrtare, kultura tradicionale dhe akademia janë ndërtuar mbi një gabim gjigant. Sot do ta analizojmë këtë histori pa romanticizëm të verbër, por as pa skepticizëm të cekët. Do të shohim jetën e tij, dokumentet që e mbështesin, dyshimet që e rrëzojnë dhe sekretet që ai vetë pretendonte se i kishte zbuluar. Por para se të hyjmë më thellë, nëse ju pëlqejnë histori që tronditin mënyrën se si e shihni jetën dhe kohën, pëlqejeni videon dhe abonohuni në kanal, sepse këtu, në Histori epike, ne nuk tregojmë thjesht të kaluarën, por e zbërthejmë atë deri në thelb. Sipas burimeve tradicionale kineze, Li Qingyan thuhet se ka lindur në vitin 1677 në provincën Sichuan, gjatë sundimit të hershëm të dinastisë Qing. Që në rini, ajo shkëput nga jeta e zakonshme dhe zgjodhi një rrugë krejtësisht ndryshe. Ai u largua nga qytetet dhe u ngjit në male. Duke jetuar mes natyrës, larg shoqërisë, larg politikës dhe larg çdo forme pushteti. Ai u bë barishtar, por jo i zakonshëm. Li Qingyan kaloi dekada të tëra duke studiuar bimët medicinale, duke mësuar nga murgj taoist dhe duke praktikuar filozofinë e balancës mes trupit, mendjes dhe frymarrjes. Ai besonte se njeriu plaket jo nga vitet, por nga prishja e ekuilibrit të brendshëm. Dieta e tij ishte jashtëzakonisht e thjeshtë. Oriz, perime të egëra, rënj bimore dhe barishte specifike si ginseng, lingzhi dhe manaferat goji. Ai shmangte mishin në teprim, alkoolin dhe çdo gjë që e rëndonte trupin. Por mbi të gjitha, ai kushtonte rëndësi qetësisë mendore. Sipas tij, zemërimi, frika dhe lakmia ishin armiqt më të mëdhenj të jetës së gjatë. Por historia e Li Qingyan nuk do të kishte tronditur botën nëse do të mbështetej vetëm në rrëfimet e tij. Ajo që e bën këtë rast unik janë dokumentet zyrtare. Në fillim të shekullit 20, profesori Wu Chongqi raportoi se kishte zbuluar arkiva perandorake,
ku Li Qingyang përgëzohej zyrtarisht për ditëlindjen e tij të 150 dhe 5 dekada më vonë edhe për atë të 200. Këto përgëzime vinin direkt nga administrata e perandorisë Qing. Në Kinën perandorake dokumentet të tilla nuk lëshoheshin për legjenda apo për gojdhëna. Ato regjistroheshin vetëm për individ real, të identifikueshëm dhe të njohur nga autoritetet lokale. Pikërisht këtu fillon tronditja e vërtetë. Kur Li Qingyan vdiq në vitin 1933, mediat kineze dhe ndërkombëtare raportuan se ai ishte 256 vjeç. Disa studiues modern e ulin këtë shifër në 230 apo madje edhe 197 vjeç, por edhe këto versione e vendosin atë përtej çdo kufiri biologjik të njohur sot. Për krahasim, njeriu më jetëgjatë i dokumentuar zyrtarisht nga shkenca moderne ka jetuar 122 vjet. Për më tepër, Li Qingyan pretendonte se kishte pasur 23 gra gjatë gjithë jetës së tij dhe mbi 180 pasardhës, disa prej të cilëve ishin ende gjallë kur ai vdiq. Thuhet se ai kishte stërnipër të stërnipërve të tij, që e quanin gjysh. Sigurisht, skepticizmi është i pashmangshëm. Shumë shkencëtarë sugjerojnë se mund të ketë pasur konfuzion identiteti, ose se emri Li Qingyan është trashëguar nga breza të ndryshëm të barishtarëve. Por kjo teori bie ndesh me faktin se dokumentet perandorake i referohen të njëjtit profesion, të njëjtë zonë dhe të njëjtit individ për dekada të tëra. Para se të vdiste, Li Qingyan thuhet se u kishte thënë nxënësve të tij: "Sekreti i jetës së gjatë është të mbash zemrën të qetë. Të ulesh si breshk, të ecësh si pëllumb dhe të flesh si qen." Fjalë të thjeshta, por që përmbledhin një filozofi të tërë jetese. A ishte Li Qingyan një përjashtim biologjik, apo një simbol i një dienie të humbur që bota moderne e ka lënë pas? Ndoshta kurrë nuk do ta dim me siguri absolute, por një gjë është e qartë. Historia e tij na detyron të pyesim veten nëse kufi që i kemi vendosur jetës janë vërtet kufi natyror apo thjesht kufi të mendjes sonë. Shkenca moderne mbetet skeptike. As dieta perfekte, as qetësia mendore dhe as barishtet nuk janë provuar kurrë se mund ta çojnë jetën njerëzore përtej dy shekujve. Kjo e bën rastin e Li Qingyan një paradoks shkencor. Tani dua të dëgjoj mendimin tuaj. A besoni se Li Qingyan ishte vërtet njeriu më jetëgjatë në histori, apo mendoni se kemi të bëjmë me një mit të ndërtuar mbi dokumente të paqarta? Shkruani mendimin tuaj në komente dhe le të hapim bashk këtë debat. Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.